Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës Edona Bilali ka parë nga afër një nga fabrikat e përpunimit pajisjeve elektroshtëpiake të cilat eksportohen në tregun italian. Ajo është njohur me procesin e punës ndërkohë që ka lançuar edhe nismën që do të ndërmarrë pas 11 majit, duke patur parasysh se shumë nëna nuk kanë mundësi të punojnë për shkak të orareve të shkollave, do të merret në konsiderat zgjatja e qëndrimit të fëmijëve në ambientet shkollore, duke implementuar programin e detyrave të shtëpisë, çka i lehtëson gjatë pasdites zonjat. Mendoj që këtë mandat ne duhet me bëjmë një nisëm dhe kam një projekt konkret që lidhet me zgjatjen e orareve në shkolla. Nuk e kam premtim dhe nuk besoj që mund t'ja dalim qysh me një shtator me e bën tani shkollat për herë, por do të fillojmë ta pilotojmë si një model krejt të rëndësishëm e domosdoshëm, sepse gratë nuk janë punë 8 deri në 12:30 ose deri në 1, po janë deri në 4:30 deri në 5. Ajo që po studiohet është një model që s'e kena shpik ne shqiptarët, por ne mjafton ta implementojmë, që bajnë mësim 4-5 orë, siç është aktualisht sistemi, dhe bajnë detyrat në shkollë. Detyra shërbësimi bajnë në shkollë. Duke u referuar fushatës zgjedhore, Bilali bëri thirrje që të mos votohet me militantizëm, por të ndiqet vazhdimësia e zhvillimit të Shkodrës. Shihni ç'është bë konkrete, punë të matshme, tifoz Lleku nuk na ndihmon në fëmijët me ecë përpara. Me investu dhe me votu aty ku të vjen puna, aty ku është investimi, aty ku është rruga, ku është infrastruktura, ku është kopshti që ardhja shkolla, akoma ka jashtëzakonisht shumë për të bërë për Shkodrën. Gjithashtu, deputetja socialiste deklaroi se qeveria shqiptare dhe forca politike që ajo përfaqëson do të vijojnë të mbështesin sipërmarrjet që të krijojnë vende pune, të garantojnë prodhim cilësor dhe të rrisin besimin tek ekonomia, duke orientuar ato drejt ciklit të mbyllur.